Partia Demokratike ka hedhur akuza të forta ndaj qeverisë për tenderin e tunelit të Llogaras, duke pretenduar se nga xhepat e qytetarëve shqiptar janë përvetësuar të paktën 75 milion euro. Deputeti Bërlind Klliçi tha se 50 milion euro u humbën për shkak të kostove të fryra të projektit, ndërsa përveç kësaj projektit i mungojnë 2 ura të parashikuara fillimisht në preventiv me një vlerë prej 25 milion euro. Ndërkohë që shihni foton e projektit, do t'ju tregoj dhe 2 foto tjera, ku mund shihni fare qartë preventivat e kostës së ndërtimit të tunelit të Llogaras, kur çuditërisht janë të parashikuara dhe 2 ura. Kalojmë te foto tjetër, lutem. Ura numër 1. Kalojmë tek e tjetra. Dhe ura numër 2. Siç e shihni, bazuar në projekt dhe në preventiv, do duhet të kishim dhe 2 ura panoramike në hyrje dhe në dalje të tunelit. E meqense në gjuhën teknike këto quhen vepra arti, ndërtimi i tyre e rriti me 25 milion euro koston e ndërtimit. Sipas Klliçit, preventivi i ndërtimit parashikon 2 ura panoramike në hyrje dhe dalje të tunelit, të cilat nuk janë realizuar, por kostoja e tyre është përfshirë në buxhetin e projektit. Deputeti demokrat publikoi dhe foto dhe dokumente që sipas tij tregojnë qartë diferencën mes projektit të parashikuar dhe gjendjes reale, duke akuzuar qeverinë për një aferë të thellë korruptive. Dhe 50 milion euro nuk u mjaftuan dhe vendosin të zhdukin dhe 25 milion euro të tjera, duke zhdukur ndërtimin e këtyre 2 urave të paraqitura në projekt dhe në preventiva. E gjitha kjo, të nderuar qytetar, ka ndodhur në dritën e diellit e në dritën e Spakut, prokurorisë posaçme që duhet të luftojë dhe parandalojë krimin e organizuar dhe korrupsionin. Ai njoftoi se këto fakte dhe dokumente do t'i dorëzohen zyrtarisht prokurorisë së posaçme, duke kërkuar hetim për shkeljen e mundshme ligjore dhe për përvetësim të parave publike. Partia Demokratike thekson se nuk bëhet fjalë për një gabim teknik ose shkelje të barazisë në tendera, por për manipulim të qëllimshëm të fondeve dhe mos realizimin e veprave të parashikuara në projekt.